Dal me meshkuj në për takime vetëm për të ngrënë një vakt falas. Nuk është e lehta rrëfej këtë, por e vërteta nuk ka gjuhë tjetër veç asaj që djeg. Quhem Angela, 24 vjeçe dhe prej 2 vitesh e kam kthyer veten në një hije të një vajze që dikur kishte ëndra, ndërsa tani llogarit menut e restorantëve të tjerëve. E fillova në fillim si shaka, më pas e vazhdova si nevojë, tani është për pjesë e imja, një rol që nuk e mbaj dot më mbi shpinë. Isha në Tiranë prej një viti pa punë të qëndrueshme, duke jetuar në një dhomë të ftohtë me lagështirë. Rrogat sezonale nuk mjaftonin dhe atë natë kisha 3 ditë pa ngrënë fare. Një djalë që më shkruante prej muajsh më propozoi të dilnim në date. Nuk më pëlqente fare ai djalë, nuk më bënte as për të folur, as për të diskutuar, por restoranti që përmendi, vetëm aroma imagjinare më rretulloi stomakun. Barku im mori vendime që supezoi t'i merrte mendja, dhe shkova. Ai fliste me pasion për veturat, aksionet, planet e së ardhmes, unë vetëm tundja kokën dhe ndjeja si stomaku im më falenderonte për çdo kafshat. Kur u largova, më mbajti të parën herë një ndjenjë që nuk e kisha provuar kurrë. Më erdhi turp nga vetja, e përzier me lehtësim, dhe pikërisht kjo përzierje u bë spirale. Më pas erdhën njerëzit e tjerë, njohje në rrjetet sociale, djem që donin të më njihnin, unë që nuk kisha fare energji të shtiresha. E gjithë biseda ishte thjesht një pritje, një hyrje drejt ushqimit të mbrëmjes. E dija se isha bërë një rol dhe jo një njeri. Disa më shihnin si vajzë misterioze, disa si vajzë të bukur, disa si sfidë. Por askush nuk e dinte që unë shkoja vetëm sepse frigoriferi im kishte zhurmë mbosh të një shpellje të thatë. Unë buzëqeshja, ata paguanin. Unë përgëzohesha për ëmbëlsirat, ata mendonin se po fitonin diçka. Unë largohesha natën vonë me stomak plot dhe zemër të tkurrur. Për rrethin tim shoqëror, unë isha vajza që e ftonin gjithmonë. Kishte një lloj prestigji në këtë, prestigj të rrem, por njerëzit nuk e kuptonin dallimin. Postoja fotografi me gotën e bukur, me pjatën e shtrenjtë, me veshjet që i ruaja prej kohësh për raste të veçanta. Askush nuk e dinte se pas çdo darke kthehesha në dhomën time të vogël, ku zakonisht fikja dritën për të kursyer energji elektrike. Kjo jetë ishte një trillim që më përtypte ngadalë. Një mbrëmje dola me një djalë ndryshe. Ai që ishte shumë, fliste pak, kishte sy të ngrohtë dhe një mënyrë të çuditshme për të bërë që të ndiheshe e parë. Nuk e kisha fare në plan këtë për të njohur djalin, kisha shkuar për ushqim si gjithmonë. Por ai më pa me një vështrim që më gërvishti gjithë iluzionet. Angela, pse ke frikë të më shohësh në sy? Zëri i ulët gati shqetësues. Nuk mbaj mend çfarë mblodha në atë sekonda, por lotët më rodhën vetvetiu si të kisha çarë një mur të vjetër. Ai nuk bëri më pyetje, vetëm më tha: "Je shumë më shumë se kaq." Kjo fjali më ra shumë rënd, më shumë se çdo paragjykim, sepse unë nuk ndihesha më shumë. Unë ndjesha e zbrazët, gati transparente. U largova natën e asaj darke pa e lejuar që të paguante ai. Nuk më zuri më asuria, më zuri vetja në befasi. Ditën tjetër hapa çantën dhe mes faturave që zakonisht i hidhja, pash një shënim të vjetër të nënës time. Mos lejoj që uria e jetës të gryej identitetin. Isha degëzuar shumë larg versionit tim të vërtet. Nuk ishte thjesht për një vakt falas. Ishte për ndjenjën se nuk vleja mjaftueshëm pa të. Kësaj radhe vendosa të shkoj në një takim me dikë tjetër, por me veten. Hapa një faqe pune online, aplikova kudo, gjeta një turn të vështirë, por të ndershëm. Dita e parë në punë më la më të lodhur se 10 darka me të njohur, por ishte lodhje me djers. Në darkë bleva një sufllaqe të thjeshtë me paratë e mia dhe qava nga lehtësimi. Djemtë vazhdojnë më shkruajnë akoma, por nuk shkoj më. Tani ushqem mjaft për stomakun dhe shpirtin tim. Tani e di që nuk më duhen pjata të shtrenjta për të provuar se ekzistoj. Uria që më detyroi të dilja ka pushuar. Tani kam një tjetër lloj ngopjeje, dinjitetin tim të rikthyer. Ndërsa për atë djalin që më zuri mat, ndoshta do i shkruaj një ditë, por këtë herë jo për një vakt falas, për një bisedë të vërtetë. Dhe me vete për herë të parë, pas shumë kohe, kam diçka më të shtrenjtë se çdo faturë restoranti. Qetësinë time.